Një djalosh bleu një aparat të vjetër fotografik në një treg të gjërave të përdorura. Plaku që ja shiti i tha, mos e përdor pas mesnate, por kurreshtja ishte më fort se frika. Në orën 0:03 minuta pas mesnate, ai bëri një foto në dhomën e tij. Fotografia u shfaq me njëherë, por në foto nuk ishte vetëm. Pas tij qëndronte një vajzë me flokë të zeza dhe sy pa dritë. Ai u kthye i tmerruar, por dhoma ishte bosh. Çdo natë që e përdorte figura e saj afrohej gjithnjë e më shumë në foto, deri në natën e 6, kur bëri foton, ai nuk ishte më në të, ishte vetëm ajo duke buzëqeshur. Mos fotografo me diçka që se nje, ndoshta ajo të fotografon ty. Mos harroni të bëni like, share dhe subscribe për të parë edhe tregimin tjetër interesant.